Arsyeja kryesore e mbledhjes së sinodit parë ekumenik ishte debati mbi kristologjinë. Si gjatë jetës tëksore të tij, ashtu dhe më pas, njerëzit pyesin: kush është Krishti? Pa ndihmën e Perëndisë është vështirë të përgjigjesh, sepse ai është një mister që ka përcjell gjithçka që njeriu mund të emërtojë. Jesu i pyet nxënësit: po ju kush thoni që jam unë? Pietri u përgjigj: Krishti, i Biridisë së ngjallë. Zoti i thot: ati ta zbuloj, e jo mish e gjak. Vetë Zoti i përgjigjet pyetjes kush është Jesu i Nazaretit. Asnjëri nuk e njeh birin përveç atit, dhe asnjëri nuk e njeh atin përveç birit, dhe atij që biri do t'ia zbuloj. Sepse asnjëri nuk mund të thotë Jesu është Zot, veçse në shpirtin e shenjtë, shkruan Shën Pavli. Në fillim të shekullit të 4, një prift i quajtur Arios kritikoi mësimin e Aleksandrit, Patriki Aleksandris, mbi kristologjinë, që mësonte se Jesu Krishti, biri i Perëndisë, ishte lindur përjetësisht nga Ati, dhe biri është i ngjashëm me Atin. Ndërsa Ariosi debatonte se vetëm Ati ishte i përjetshëm dhe se biri ishte krijuar. Domethënë, kishte një pikë origjine të përcaktuar dhe ishte jo i ngjashëm me Perëndin, Atë. Sipas Ariosit, Perëndia nuk ka qenë gjithmonë një Atë, sepse ishte një kohë që biri nuk ishte. Pohimi se Krishti është i bashkëqënshëm me Atin ishte pika qendrore e kristologjisë në simbolin e besimit formuluar në Nikea. Fjala e përdorur ishte homoousios, që do thotë i bashkëqënshëm, i së njëjtës esencë. Më vonë, Kisha kundërshtoi edhe termin tjetër e semarianëve, homoiousios, që do thotë si të njëjtës qenie, duke pohuar që biri ishte si i ngjashëm me Atin, po jo i së njëjtës qenie, esencë. Duke studiuar sinodet ekumenike dhe debatet e forta rreth termave dhe doktrinës, mund të ngrejmë dy pyetje kryesore. 1. Pse etrit e Kishës ishin aq kujdesshëm dhe aq vigjilent rreth termave teologjik? Dhe e dyta, pse pati kaq shumë herezira, të cilët vazhdojnë edhe sot? Për t'ju përgjigjur këtyre dy pyetjeve, le të shtjellojmë shkurtimisht se si e shikonin etrit e Kishës doktrinën, termat e saj dhe teologjinë në përgjithësi. Si do të përpiqemi të shpjegojmë se pse teologjia e Kishës ortodokse ose teologjia e lindjes është quajtur teologji mistike. Sepse vetëm kështu mund të kuptojmë rëndësinë e madhe të luftës së tyre për ta ruajtur doktrinën e drejtë që të mbanin besimin e pastër. Gjithashtu, do të prekim edhe nga se motivoheshin heretikët, duke u përqendruar kryesisht tek Ariosi në interpretimet e tyre të shkrimit të shenjtë, veçanërisht në hyrëshmërinë e Jesuit dhe në natyrën e Trinisë. Në asnjë vend të shkrimit të shenjtë nuk përmendet fjala teologji, teologjizoj apo teolog. Është e qartë se kjo fjalë nuk vjen nga shkrimi i shenjtë, dhe apostujt nuk kishin studiuar ndonjë shkollë teologjike. Kjo fjalë hyri gradualisht në përdorimin e krishterë. Në fillim, të krishterët e parë e shikonin këtë term me dyshim, sepse ajo përdoren nga filozofët pagan në spekulimet e tyre rreth fesë dhe Perëndisë. I pari që ka përdorur këtë fjalë në kuptimin e krishterë është një nga apologjistët e shekullit II, Athinagora i Athinës. Ai e përdori për treguar besimin në Trininë e Shenjtë. Por ata që e përdorën më shumë këtë fjalë ishin mendimtarët dhe teologët e shquar Aleksandrinas, Klementi dhe sidomos Origjeni. Këtij të fundit takon merita e përdorimit të termit teologji në kuptimin e krishterë. Gjithashtu ishin Aleksandrinët, ata që ngritën shkollën e parë teologjike të krishterë. Por ndonë se fjala teologji nuk ishte një term biblik, por i huazuar nga mendimtarët fetar pagan, prapse përdorimi i saj nga të krishterët ishte i ndryshëm. Gjithashtu për etrit e Kishës, ky term kuptonte diçka krejtësisht tjetër nga çfarë kuptohet sot. Në kuptimin e tyre, teologjia nuk ishte thjesht një shtjellim sistematik i doktrinës së krishterë, realizuar nëpërmjet fuqisë së arsyetimit, por një vizion i Perëndisë trinitare, që përfshinte jo vetëm mendjen, po tërë personin njerëzor, mendje, zemër e shpirt. Ajo ishte një dhuratë e Perëndisë, një soditje e misterit të tij, një përvojë gjallë me Perëndin, komunikuar nëpërmjet një lutjeje të pastër e intensive. Evagri i Pontit, një nxënës i Etërve të Kapadokisë, na ka lënë një thënie klasike, e cila e tregon qartë kuptimin patristik të teologjisë. Nëse ju jeni një teolog, ju do të luteni me të vërtetë. A nëse ju luteni me të vërtetë, ju jeni një teolog. Etrit e Kishës e shikonin teologjinë jo si e shohim ne sot,
si një sistem intelektual doktrinash, apo një sistem metafizik, por si një mjet që e bashkon njeriu në një kungim të gjallë me Perëndinë e gjallë. Kështu teologjia për etrit e kishës nuk ishte thjesht një mënyrë të menduari, po një mënyrë të jetuari, në kuptimin më të thellë dhe më mistik të jetës, me dhe në kungim me krijuesin e jetës. Teologu i njohur Vladimir Lossky e përkufizon në këtë mënyrë teologjinë. Teologjia si fjalë dhe si mendim në mënyrë të nevojshme duhet të fshehë në vetvete një dimension gnostik në kuptimin e teologjisë së soditjes dhe qetësisë. Bëhet fjalë për hapjen e mendimit tonë tek një realitet, i cili shkon përtej tij. Bëhet fjalë për një mënyrë të menduari, ku mendimi nuk përfshin, nuk kap, por e gjen veten të përfshirë, të kapur, të vdekësuar dhe të gjallëruar nga besimi i soditës. Kështu mesimi teologjik e vendos vetveten me vështirësi ndërmjet gnosës, karizma dhe qetësi, njohjes soditëse dhe ekzistenciale dhe epistimës, shkencë dhe arsyetim. Pra teologjia përdor epistimën për të shprehur në një mënyrë të kuptueshme, për sa mund të jetë e kuptueshme, gnosën. Kjo gjë shikohet kudo kur kërkohet shpjegimi i të pashpjegueshmes. Gnosa është një soditje që i ka përcen kufijtë e historisë, të kohës dhe hapësirës. Ajo anticipon në të tashmen realitetin eskalogjik të botës që do të vijë. Ndërsa detyra e teologjisë është pikërisht ta sjellë këtu në histori, në kohën e hapësirë, atë që është jashtë kohë e hapësira. Kështu teologjia mundohet të shprehë me mjete kohore të vërtetat e përjetshme. Për të bërë këtë, asaj duhet të zhyt kovën e saj në pusin e thellë të vërtetave të realitetit hyjnor, realitet që njihet vetëm nëpërmjet një bashkëpërjetimi të gjallë me hyjnin, në një soditje dhe lutje të pastër. Dhe mendimin në ndihmën e litarit të arsyetimit ta sjell këtë kovë në realitetin tonë, ku mund të shuajnë etjen për Zotin shumë shpirtra. Dhe me qenë se litari i arsyetimit, nga që është i kufizuar, nuk mund ta sjellë të plot ujin hyjnor, teologjia kërkon përjetim mistik, që mund të përjetohet çfarë nuk mund të shprehet dot me fjalë dhe me koncepte. Teologjia është një njohuri e fituar nëpërmjet një lidhje dashurie me Perëndin, një njohuri shpirtërore. Kjo është arsye që ortodoksia e shet çdo besimtar të vërtetë si një teolog, i cili e njeh Perëndin dhe është i mësuar personalisht prej tij. Dhe sa për ju, shkruan Shën Johani në letrën e tij të vajosja ju keni marrë prej tij qëndron në ju, dhe ju nuk keni nevojë që ndokush t'ju mësojë, po duke qenë se vajosja e tij ju mëson çdo gjë dhe është e vërtetë e nuk është gënjeshtër, qëndroni në të ashtu sikur ju mësoi. Teologjia e lindjes nuk e shikon Perëndin si një objekt të jashtëm studimi, por e shikon atë si burimin dhe themelin e çdo jete, që kur nuk mund të jetë një objekt i jashtëm dhe i shkëputur. Ajo gjithashtu e shikon çdo gjë të ndërlidhur me njëra tjetrën, dhe që nuk mund të kuptohet e shkëputur nga e gjitha. Pjesa nuk ka kuptim e shkëputur nga e tëra. I gjithë krijimi i Perëndisë është ndërlidhur në vetvete. I gjithë universi nuk përbëhet nga njësi indipendente, po të ndërlidhura me njëra tjetrën, dhe që nuk mund të kuptohen të ndara. Mendja analitiko-filosofike e studion një doktrinë duke ndarë në njësi të vogla e duke klasifikuar çdo njësi me disa përkufizime. Në këtë mënyrë, duke e coptuar humbet të tëra. Segmenti bëhet një pjesë e vdekur e palidhur me të tjerat. Një gisht ka kuptimin e tij kur është i lidhur në mënyrë të gjallë me trupin e gjallë, i prerë dhe i shkëputur nga trupi, ai nuk është gjë tjetër përveç një copë mishi pa jetë e pa kuptim. Prandaj dhe teologjia e vërtetë studion një çështje duke vëzhguar se si tërë subjekti lidhet me secilën pjesë të tij. Metoda e saj është metodë tërësore. Kështu e kupton një mësim të veçantë të krishterë nga brenda kontekstit të gjithë doktrinës së krishterë dhe jo si një pjesë e izoluar. Nuk mund të studiohet Eukaristia apo shkrimi i shenjtë, për shembull, të izoluar në vetvete, po vetëm në lidhje me kishën, në lidhjet e tyre me shërbesën e Shpirtit të Shenjtë. Çdo gjë qëndron në lidhje me të tjerat. Krishtërimi e sheh botën si një etër, si një zbulesë e Perëndisë në të gjitha vendet. Ndonse shpirti e trupi janë të dalluar nga njëri tjetri, përsëri ata janë të pandarë. Një person njerëzor përbëhet nga shpirti e trupi së bashku. Ata kurrë nuk mund të merren të ndarë nga njëri tjetri. Një trup pa shpirt është një kufam, dhe një shpirt pa trup është fantazëm, është tashmë një thënie klasike në ortodoksi. Teologjia shihet si mister.
Termi mister, në kuptimin patristik, nuk do të thotë diçka e fshehtë dhe pa kuptueshme, por diçka e cila është zbuluar nga Perëndia dhe është e kuptueshme nga ne, ndonse nuk mund të zbulohet, kuptohet dhe shpjegohet plotësisht, nga që ajo qëndron mbi mendjen tonë. Meqense Perëndia është mbi mendjen tonë, por jo jashtë mendjes, ashtu dhe teologjia, e cila ka të bëjë me Perëndinë është mister, sepse ajo ashtu si Perëndia e ka përcen mendjen njerëzore. Në këtë kuptim është përdorur fraza misteri i teologjisë, nga Etrit e Kishës në përgjithësi dhe nga Shën Vasili i Madh dhe Shën Gregor Theologu në veçanti. Me fjalën mister, ata nuk kuptonin një kundërvënie ndaj teologjisë. Çfarë kuptojmë ne sot me fjalën teologji? Sepse për ata teologjia nuk ndahet nga misteri, ishte teologji mistike. Ajo shpreh një përvojë të një misteri të pashprehur, që e ka përcen inteligjencën, aftësitë dhe shqisat tona. Protopresbiter John Meyendorff e përcakton teologjinë se ajo është njëkohësisht soditja e Perëndisë dhe shprehja e saj që nuk mund të shprehet. Kështu fraza teologjike mistike ka më shumë kuptimin e një pozicioni shpirtëror, e të një dialogu mistik me Perëndinë, sesa ta një përkufizimi teorik të doktrinës, sepse vetë teologjia është një mister hynor. Teologjia është një mister, sepse kërkon të shpreh me gjuhë njerëzore atë që qëndron përtej çdo mendimi e kuptimi njerëzor. Por mendimi i Etrëve të Kishës nuk ka bërë kur një dallim të prerë ndërmjet teologjisë dhe misticizmit, ndërmjet përvojës personale të mistereve hynore e dogmave të pohuara nga Kisha. Në fakt të dy janë të ndërlidhura dhe ndihmojnë e plotësojnë njëra tjetrën. Kështu nuk mund të ketë një teologji të krishterë pa misticizëm, siç nuk mund të ketë një misticizëm pa teologji. Eksperienca personale mistike realizohet në bazën e fesë së përbashkët, jashtë të vërtetës, e cila është ruajtur nga gjithë Kisha dhe shprehet nga teologjia e saj. Eksperienca personale nuk do të ishte e sigurt, e nuk do të kishte një kriter sigurie e objektiviteti. Askush nuk do të mund të ndante dot më të vërtetën nga gënjeshtra. Misticizmin e shëndohesh nga i helmuar, që fatkeqësisht e ka bashkëqyruar shpesh. Shën Vasili i Madh shkruan: dogmat na ndihmojnë për të na mbrojtur nga mendja jonë, sepse mendja e njeriu mund të marrë shpeshherë kot. Po ashtu mësimi i Kishës nuk do të kishte qëndruar në shpirtrat e besimtarëve nëse nuk do të kishte qenë ushqyer në një përvojë personale të thellë e të brendshme. Fjala mistike nuk nënkupton një individualizëm emocional, për të kundërtën. Ajo kupton më tepër një kungim të vazhdueshëm me shpirtin e shenjtë, i cili banon në tërë Kishën. Ky term shpreh paaftësinë e intelektit dhe gjuhës njerëzore për të shprehur tërësinë e të vërtetës dhe ruajtjen e balancës ndërmjet pohimeve pozitive dhe teologjisë apofatike. Kjo është arsyeja pse në Kishën e lindjes individualizmi mistik ka mbetur i huaj. Teologjia kërkon një besim të palëkundër. Për të pranuar zbulesën nga ku fillon dhe përgjigja ndaj saj, kjo përgjigje quhet teologji. Presupozohet besim personal. Për të formuluar doktrinën kërkohet patjetër arsyeja njerëzore ose përpjekja njerëzore, pa ajo mund të jetë efektive vetëm kur bazohet në besimin. Nuk mund të arrihet besimi vetëm nëpërmjet arsyetimit, meqense njeriu nuk është vetëm arsyetim, dhe për më tepër arsyeja njerëzore është e kufizuar. Nuk mund të arrihet besimi vetëm nëpërmjet kërkimit, studimit dhe njohjes. Procesi ndodh në kaun e kundërt. Ne besojmë për të ditur, thot Shën Agustini. Ne nuk dim për të besuar. Me anën e besimit arrihet në diturinë mbi Perëndinë, dhe pa besimin është e pamundur të njihet ai, e përfundon thënien Shën Agustini. Gjëja më e pakët që mund të kërkojë teologjia është besimi. Do të ishte diçka absurde dhe pa kuptim të flitej për Perëndinë nëse nuk do të besojë në atë. Do të ishte njësoj sikur të luajë shah pa mbretin. Kështu që jashtë besimit, teologjia nuk do të kishte kuptim. Për një besimtar, Perëndia është një realitet që zbulon vetveten dhe që nuk mund të njihet jashtë kësaj zbulese. Teologjia kërkon një moral të pastër. Ashtu siç kemi thënë edhe më sipër, teologjia është një mënyrë të jetuari dhe prandaj kërkon një dedikim personal dhe një jetë të pastër morale. Në shumë fusha të tjera të shkencës, ndonse edhe ata kërkojnë dedikim, si për shembull gjeologji, topografi apo inxhinieri, përvoja ka treguar se mund të arrihet një progres dhe pa patur ndonjë standard të lartë moral. Sepse këto shkenca studiojnë dhe mbledhin fakte për një objekt të jashtëm, por në teologji kjo është e pamundur.
A e kërkon një zemër të pastër, ashtu siç është thënë, lumë ata që kanë zemër të pastër, se do të shohin Perëndin. Nuk mund pohohet e vërteta rreth Perëndis pa patur dashuri e mirësi. Prandaj në meshën e shenjën gojartit, theksohet lidhja ndërmjet besimit dhe dashurisë. Para se të thuhet simboli i besimit, besnikët nxiten, le të duam njëri tjetrin, që të rrëfejmë një mendje, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, Trinin e qëndshme dhe të pandarë. Ndonse teologjia është një dhuratë e hirit të Perëndis, ai gjithashtu kërkon një bashkëpunim të plotë nga ana njerëzore, një dedikim dhe përfshirje të tërë personit njerëzor. Bashkëpunimi ynë qëndron në hapjen e zemrës sonë ndaj hirit të Shpirtit të Shenjtë, i cili do të na ndryshojë, do të na pastrojë e do të na shenjtërojë. Nuk mund të arrihet një njohje e Perëndis pa patur një pastërti shpirtërore. Jeta shpirtërore, e cila është domosdoshme për një teolog, është një udhtim shpirtëror. Ky udhtim kërkon pikë së pari një të pastër morale, sipas porosive të Zotit, një pastrim të vazhdueshëm të shpirtit me anë të hirit të Shpirtit të Shenjtë, në një kungim personal me Perëndin dhe me dashuri personale për atë. Udhtimi shpirtëror fillon me pendimin. Vetëm një pendim i thellë dhe i vazhdueshëm ka forcën për të transformuar, pastruar dhe shenjtëruar. Pastrimi kërkon një përpjekje në maksimumin e mundësive tona dhe gjatë gjithë jetës sonë. Shën Gregor Theologu drejton pyetjen: dëshiron të bëhesh një teolog? Kësaj pyetje përgjigjet: ruaj urdhërimet. Veprimi është baza për soditjen. Soditja, do të thënë vizioni i Perëndis, ndonse është dhuratë nga Perëndia, vjen si pasojë e veprimit, do të thënë një ushtrim të madh shpirtëror. Nuk mund të ketë një doktrinë të drejtë pa patur një jetë të drejtë. Nuk ka përparim në jetën shpirtërore pa pasur një lutje të pastër e intensive. Prandaj të bësh teologji, do të thotë lavdërosh Perëndin e ta shndërrosh jetën në një him lavdërimi për atë. Teologjia kërkon gjithashtu një mendje të kthjellët, sepse Perëndia është transparencë, dritë dhe qartësi. Nuk mund të ketë një mendje të kthjellët në një shpirt të turbulluar. Prandaj për të qenë një teolog është kaq shumë e rëndësishme që të bëhet një jetë intensive fetare. Një jetë e cila duhet të ketë pendimin e vazhdueshëm, ushtrimin shpirtëror, lutjen e pastër dhe shenjtërimin e pandërprerë shpirtëror. Meqense teologjia flet për Perëndin, dhe gjithçka që i afrohet Perëndis duhet të jetë e pastër dhe pa njollë, kushdo që dëshiron të merret me teologjinë duhet të ketë një kujdes të madh. Atij i kërkohet një pastërti e madhe morale. Shën Gregor Theologu na paralajmëron që të jemi të kujdesshëm kur kemi të bëjmë me teologjinë. Jo çdo kush mund të merret me teologji. Para se gjithash, ajo kërkon një pastrim shpirtëror, ja si shprehet ai. Jo gjithse kujt i takon të filosofojë rreth Perëndis, jo tek gjithë secili. Subjekti nuk është kaq i lirë dhe i ulët. Dhe do të shtoja, jo para çdo audiencë, jo në çdo kohë, jo në çdo pikë, por vetëm me raste dhe vetëm para disa personave dhe brenda disa limiteve, jo tek gjithë secili, sepse lejohet vetëm atyre që janë shqyrtuar dhe që janë shumë të përparuar në soditje, dhe të cilët më përpara kanë qenë pastruar në shpirt dhe në trup, ose të paktën janë duke u pastruar. Mbyllja e citimit. Meqense teologjia është një mister hynor, ajo është njëkohësisht shprehëse dhe jo shprehëse, apo fatike dhe katafatike. Perëndia duke qenë një mister nuk mund të shprehet dot plotësisht. Asnjë fjalë, asnjë koncept dhe asnjë përkufizim nuk mund ta përcaktojë plotësisht atë, sepse çdo përkufizim e çdo përcaktim i vendos kufi e cak atij që është i pakufishëm e që nuk ka cak. Prandaj mendja njerëzore duke qenë e kufizuar nuk mund ta shprehë apo ta formulojë në mënyrë të plotë çfarë është Perëndia. Në letrën e parë të Shën Joanit thuhet: asnjë s'e ka parë Perëndin ndonjëherë. Gjithashtu dhe Shën Pavli thotë: vetëm Perëndia e ka pavdekësinë dhe rri në dritë të paafrueshme, në të cilën asnjëri nuk e ka parë kurrë dhe as mund ta shohë. Perëndia nuk mund të njihet kurrë plotësisht. Ky ka qenë gjithmonë motivi i mendimit të kishës së lindjes. Duke kundërshtuar pikpamjet e Eunomit, sipas të cilës mendja njerëzore mund ta njohë plotësisht esencën e Perëndis, etrit e Kapadokis pohuan transcendencën absolute të Perëndis dhe përjashtuan çdo mundësi të përcaktimit të tij nga çdo koncept njerëzor. Prandaj kjo quhet teologjia apofatike ose jo shprehëse, sepse Perëndia përcaktohet me anë të asaj që nuk është. Duke pohuar atë që Perëndia nuk është, teologu po flet realisht për të vërtetën, sepse asnjë mendim apo fjalë njerëzore nuk është e aftë të shprehë se çfarë Perëndia është. Apofatizmi qëndron pikërisht në faktin e mosnjohjes së plotë të esencës së Perëndisë
dhe paftësisë së koncepteve njerëzore për të shprehur realitetin hyjnor, duke thënë se Perëndia është i pakuptueshëm, i paafrueshëm, i pakapshëm, i panjohur, i pakufishëm etj., arrihet të pohohet se çfarë është ai. Ai është çfarë ai s'është. Por apofatizmi i etërve të kishës ndryshon nga apofatizmi i filozofëve pagan, që ishte një apofatizëm formal intelektual. Ndërsa etrit e kishës mbështeten në konceptin biblik të trascendencës, trascendenca të çon në një takim personal me Perëndinë e gjallë, apo siç e quan Shën Grigor Pallamaj, tek një soditje më e madhe se njohuria. Askush nuk e ka parë Perëndin kurrë, i vetëm lindur i birë që është në gjirin e Atit, ai që e ka bërë të njohur. Ndonse askush nuk e ka parë Perëndin, dhe askush nuk mund ta kuptojë Perëndin, prapse ai është bërë i njohur nëpërmjet birit. Në kuptimin patristik, gjithmonë ekziston një mundësi e përvojës me Perëndin. Kjo përvojë realizohet jo me anë të njohjes intelektuale apo të shqisave, por nëpërmjet zbulesës së Perëndisë që e ka bërë të njohur. Kjo zbulesë lejon njeriu të takojë Perëndin, jo në natyrën e tij, por në energjinë e tij. Domethënë, ndonse njeriu nuk mund ta njohë Perëndin në natyrën e tij, ai mund me anë të trascendencës ta takojë atë në një takim që ndodh jashtë fuqisë arsyetuese, në një takim që ndodh në mister. Me anë të dhe në shpirtin e shenjtë, njeriu mund të përjetojë pikërisht atë që s'mund ta kuptojë e ta shpjegojë. Një njeri në Krishtin, shkruan Shën Pavli, i cili para 14 vjetësh ai ishte në trup, ai ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjë në qiellin e tretë. Dhe e di se ai njeri a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajs dhe dëgjoi fjalë të patregueshme që nuk është lejuar të thuhen nga njeri. Ndonse ne nuk mund ta dimë se si, Perëndia e di se si, ne mund ta përjetojmë botën tjetër në një mënyrë që i ka përcen dimensionet njerëzore. Vetë Shën Pavli shpreh mosdijen e tij kur thotë unë nuk e di, Perëndia e di. Kjo mosdije vjen nga një dije shumë e madhe. Në të kuptim duhet parë apofatizmi i teologjisë. Ka disa pyetje, kjo i atribuohet Shën Agustinit, që përgjigjja më e mirë është të thuash unë nuk e di. Ose mund të themi që përgjigjja më e ditur është të themi që nuk e di. Në etrit e kishës ruhet një balancë ndërmjet pohimit, sepse birin e ka bërë të njohur Atin, dhe mohimit, nga që esenca e Perëndisë nuk mund të njihet kurrë. Teologjia që nuk do të kishte dimensionin apofatik, do të bëhej sipas etrave Kapadoqeas, një teknologji, një arsyetim i thatë dhe pa jetë. Gjithashtu teologjia që nuk do të kishte dimensionin katafatik, do të ishte krejtësisht e pakuptueshme. Duke pohuar mosnjohjen, arrihet njohja. Kulmi i diturisë është pikërisht të kuptuarit e mosaftësisë për të njohur deri në fund Perëndin. Prandaj teologjia është shpreha e të pashprehurës. Apofatizmi dhe katafatizmi nuk kanë ndërmjet tyre një raport alternativ, por ato plotësojnë njëri tjetrin. Secili nuk kupton tjetrin, të shprehut dhe të mos shprehur janë pjesë të së njëjtës. Ja si e përcakton apofatizmin dhe katafatizmin Shën Grigor Theologu, kur komenton Kishtarin 3:7, një kohë për të heshtur dhe një kohë për të folur. Ai shkruan: duke folur për Perëndin në rastin kur bëhet fjalë për esencën e tij, atëherë është koha për të heshtur. Ndërsa kur flitet për veprimet e tij, një njohje të cilave mund të vijë poshtë, madje deri tek ne, atëherë kjo është koha për të folur, për tërë fuqishmërinë e tij, duke treguar punët e tij, e duke shpjeguar veprat e tij, e duke përdorur fjalë për këtë. E kemi përmendur shpesh që teologjia e lindjes është mistike, por ajo ka gjithmonë si qëllim, sado që të mund duket paradoksale, një realizim praktik, theosis, hyjnizimin. Dituria për të nuk është qëllim në vetvete, por një mjet për të arritur bashkimin dhe bashkëpërjetimin me Perëndin. Sa më shumë të jetë mistike, aq më shumë i afrohet këtij bashkimi. Studimi i teologjisë dhe i dogmave të kishës ka qëllim pikërisht shpëtimin e shpirtit, hyjnizimin nëpërmjet hirit. Ky ishte dhe qëllimi i mëshirimit të Krishtit, bashkimi i njeriu me hyjnin. Të gjitha zhvillimet dhe betejat doktrinale gjatë historisë së kishës kanë patur pikërisht këtë qëllim, të mbrojnë e të ruajnë për të gjithë krishterët mundësinë e bashkimit mistik, hyjnizimin. Perëndia u bë njeri që njerëzit mundën të bëhen perëndia, është thënie e famshme e Shën Athanasit. Lufta kundër arianizmit, dogma e bashkëngjëshmërisë së Trinitetit kishin po këtë qëllim, sepse nëse biri nuk do të ishte perëndi plot, nuk do të ishte i bashkëqenshëm me Atin. Atëherë ai nuk mund të hapte rrugën për bashkimin me Perëndin
dhe hynizimi do të ishte i pamundur. Herezitë linden nga mendja krenare, të cilat përpiqenin të shpjegonin nëpërmjet arsyes njerëzore misterin e Perëndisë. Arsyeja njerëzore ka vështirësi për të kuptuar si misterin e Perëndi njeriut, ashtu dhe Perëndia është një hyjni në tre persona të barabartë. Të ndikuar nga logjika e filozofisë së lashtë greke, heretikët besonin se vetëm një Zot, Ati, ose hyjnia, ishte i përjetshëm. Biri dhe fryma e shenjtë konsideroheshin krijesa. Ndërsa të krishterët ortodoks rrëfenin të vërtetën e zbuluar nga Jesu Krishti në ungjillin e tij, se hyjnia është një kungim i përjetshëm i tre personave të barabartë. Më saktësisht, një Zot është Ati, nga i cili biri lind përjetësisht dhe fryma e shenjtë buron përjetësisht. Perëndia Atë është burimi i vetëm i qenies hyjnore, dhe kjo qenie është plotësisht e pranishme në secilin prej tre personave hyjnor. Prandaj, Perëndia e vërtetë është një në thelb dhe tre në persona. Qëllimi i teologjisë është shpëtimi i shpirtrave, ashtu si dhe shpëtimi ai është dhuratë nga Perëndia, sepse ajo bazohet në zbulesën e Perëndisë dhe jo në përpjekje njerëzore për të kuptuar Perëndin. Perëndia na foli së fundi nëpërmjet birit të tij, shkruan Shën Pavli tek letra Hebrejve. Këtu qëndron edhe ndryshimi ndërmjet filosofisë e fesë. Ndërsa filosofia është një përpjekje e mendjes njerëzore, shpesh e mendjeve brillante të njerëzimit, për të kuptuar vetën dhe botën rrotullnesh, feja është një zbulesë e Perëndisë për të njohur atë dhe krijimin e tij. Nëse teologjia do të ndiqte filozofinë e do të kthehej thjesht në një përpjekje njerëzore, pa mohuar që në teologji është edhe përpjekja njerëzore për të shpjeguar Perëndin, atëherë ajo do të humbiste vërtetësinë dhe aftësinë për ta shprehur këtë të vërtetë. Ajo ose do të divorcojë nga përvoja personale dhe mistike, ose edhe kur do të mbështetej në këtë përvojë, nuk do të kishim dot më siguri për vërtetësinë e kësaj përvoje. Kuptimi patristik i teologjisë nuk e mohon përpjekjen njerëzore, por e shikon teologjinë më tepër si një përgjigje ndaj zbulesës hyjnore, duke ia lënë iniciativën gjithmonë Perëndisë. Perëndia nuk është një objekt pasiv i njohjes sonë. Duke u zbuluar tek ne ai merr iniciativën. Prandaj teologjia është një hir i cili jepet nga Perëndia si dhuratë dhe jo nga merita jonë. Ariosi ishte një teolog i artikuluar, por nuk mjafton vetëm njohja e teologjisë, e shkëputur nga sa tha më sipër për të kuptuar misterin e Perëndi njeriut dhe të Trinisë. Gjithashtu, kundërshtimi që Ariosi i bënte mësimit të Aleksandrit kishte edhe një motiv personal, i cili nuk është theksuar shumë. Ai ishte një pretendent për thronin patriarkal, mbas vdekjes së Patrikut Akila. Por Patriku zgjodhi Aleksandri, i cili është i mbrojtës i vendosur i unitetit të Trinisë. I nxitur nga krenaria dhe zilia, ai kundërshtoi me forcë mësimin e Aleksandrit, por në fakt po sulmonte edhe vetë atë. Ndodh shpesh që njerëzit i sulmojnë kundërshtarët e tyre duke u maskuar se po mbrojnë parimet dhe të vërtetën. I ligu na kap në dobësitë tona. Prandaj teologjia kërkon për ulësi dhe një zemër të pastër. Etrit e kishës e kanë parë Mojsiun si modelin e teologut, sepse në personin e tij njohja e Perëndisë është një përvojë me Perëndin, një vizion, teoria, i lavdisë hyjnore, i pandar nga gjitja drejt majës së Sinait shpirtëror. Dhe vizioni i Perëndisë solli shndërrimin e tij. Fytyra e tij rrezatonte dritën hyjnore, sepse Mojsiu pa shpinën e Perëndisë, domethënë pati përvojën, sipas etërve të kishës që kanë patur të njëjtën përvojë, të lavdisë, të energjive të pakrijuara të Perëndisë, dhe i gjithë personi i tij, shpirti e trupu transformua. Të tjerët nuk mund ta shihnin fytyrën e tij, sepse ajo rrezatonte dritë prej dritës hyjnore. Kështu njohja e Perëndisë është përvoja me hyjnin. Teologjia është një mjet i rëndësishëm për arritjen dhe përjetimin e kësaj përvoje. Si përfundim mund të them se etrit e kishës vigjilonin për terma teologjik dhe ruanin doktrinën me gjithë fuqinë e tyre për një qëllim jetësor, atë të bashkimit me Perëndin, sepse e dinin se nëse shtrembrohet doktrina, atëherë do të shtrembrohej edhe jeta jonë shpirtërore e do të rrezikojë shpëtimi. Për ata, termat dhe dogmat nuk ishin objekt studimi dhe debati vetëm një elite të zgjedhur teologësh, por ishin garanci për drejtimin shpirtëror të gjithë krishterëve drejt qëllimit të përbashkët hyjnizimin. Faleminderit.